Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar miq, mirë se erdhët në natën vonë në këtë të mërkurë të datës 30 janar. Ju ftoj të gjithëve të na ndiqni edhe mbrëmjen e sotme. Sigurisht që do të merrni një informacion interesant, do të ketë biseda të cilat do të hapin paksa horizontin tuaj për çështje, të cilat mund t'i keni dëgjuar, rastësisht mund të keni një informacion, ai mund të jetë pothuajse i kufizuar dhe me të vërtetë janë çështje të cilat janë të rëndësishme. E para temë për cilën ne do të diskutojmë mbrëmjen e sotme në natën vonë është një temë që ka të bëjë me shëndetin e të gjithëve ne. Dhe është një shëndet i cili rrezikohet nga një lloj materiali i cili quhet amianti ose azbesti. Nuk e di sa prej jush e kanë dëgjuar, por e rëndësishme është që këtë lloj informacioni, pavarësisht se mund të jetë deri diku teknik, ne do mundohemi ta zbërthejmë në pjesën e parë të natën vonë sot dhe ju keni mundësi ta gjeni në një botim që është vënë në funksion apo është hedhur, po themi, në treg kohët e fundit, në mos gaboj, është një botim i financuar dhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ka një seri emrash profesorësh të cilët janë autor të këtij studimi dhe titulli është Amianti, vrasësi i fshehtë kancerogjen, ose ka dhe një nëntitull tjetër, Emergjenca amiant në Shqipëri, që do thotë amianti është një element një produkt i cili rrezikon seriozisht shëndetin ton, deri në çmas. Dhe sa e kemi rreth e rrotull nesh amiantin, si ta dallojmë, si ta njohim, do mundohemi të kuptojmë diçka më tepër. I ftuari i parë me cilin ne do të diskutojmë pikërisht për këtë gjë është zoti Romeo Anxhari, është ekspert mjedisor. Mirëmbrëma zoti Anxhari, mirë se erdhët. Edhe një nga autorët e këtij botimi. A i njohin njerëzit amiantin? Duhet jenë patjetër të lidhur, po themi teknikisht, nga profesioni që bëjnë apo nga e përditshmja e tyre për ta njohur si është informacioni i përgjithshëm i njerëzve në Shqipëri për amiantin? Unë themi që e njohin vetëm ata të cilët kanë patur të bëjnë për shkak të profesionit dikur, kryesisht përpara viteve 90, sepse ka qarkulluar mjaft në Shqipëri si lëndë e parë ose si pjesë përbërëse e materialeve të ndryshme, dhe kështu që emri amianti ose azbesti njihet nga profesionistët e fushave të ndryshme, të cilët jo gjithmonë e dinë që është i njëjti material dhe që këto janë emërtime sinonime, amianti ose azbesti. Është e tepruar të themi që amianti është një vrasës i heshtur kancerogjen, apo realisht kemi të bëjmë me një këmban alarmi dhe një lloj informacioni që të paktën gjithë njerëzit, në mos institucionet shtetërore, duhet ta kenë, duhet ta dinë këtë gjë? Është një përfundim i konsoliduar botërisht. Domethënë nuk është se ne kemi bërë një zbulim për faktin që amianti është vrasës i heshtur kancerogjen. Ai është amianti ose azbesti, do quajmë amianti për lehtësi. Është term në fakt më i rrahur për veshin e njerëzve? Po. Thjesht për ta ditur, amianti është termi që përdorin gjuhët neolatine. Ne, meqense kemi patur të bëjmë shumë me italianët dhe për tyre kemi njohur për të parë në vitet 30, ndërsa azbesti është term që përdoret në gjuhët anglosaksone, në anglisht asbestos. Pra, po thoshim që pra pikërisht pyetja ishte lidhur me sa i rrezikshëm është? Me rrezikshmërinë. Pra, i konfirmuar botërisht që është i rrezikshëm. Është konfirmuar botërisht që është një kancerogjen i nivelit lart, i klasit parë. Madje Organizata Botërore e Punës e ka cilësuar shprehmisht që është rreziku më i madh që ka njohur ndonjëherë njerëzimi në botën e punës. Pra në mjediset ku punohet. Në mjediset e punës. Në mjediset e punës, kështu që është kancerogjen i nivelit të tashmë të njohur botërisht prej 20 vjetësh në vendet të zhvilluara. Sepse mund ta cekim gjatë bisedës që ka një tendencë kryesisht të industrive shumë komshe të amiantit, të cilat tentojnë që të mbrohen dhe të ruajnë tregun e amiantit në përballje. Amiantit në vendet në zhvillim. E kuptoj. Megjithatë, amianti është rreptësisht i ndaluar pikërisht për këto arsye dhe për faktin që botërisht është pranuar dhe është konfirmuar që është një element i rrezikshëm kancerogjen, një vrasës i heshtur i nivelit të lartë, siç tha edhe zoti Anxhari, dhe për këtë është rreptësisht i ndaluar me ligj në Europë më gjerë, por sigurisht edhe në Shqipëri, besoj vitet e fundit. Apo jo, zoti Anxhari. Por deri para pak kohësh ka qenë një produkt, një element i cili gjendej pothuajse gjithandej në vendin tonë. Ku kryesisht? Atëherë
është konsideruar në fillim të shekullit 20 dhe gjatë gjysmës parë deri në vitet 80 si një përbërës mrekulli bërës. Për shkakun sepse ka cilësi të jashtëzakonshme, të paarritshme në disa aspekte teknike. Fjala vjen është termoizolusi më i mirë që mund të njohë teknika aktualisht, teknologjia. Termoizolus, izolus zëri, mund të punohet si tekstil, mund të thuren deri edhe veshje me amiant. Lidhet me shumë materiale dhe tipit çimento, rëshirë, allçi, e tjerë. Punohet, merr formë, është fleksibël, është rezistent, nuk korrodohet, as acidi nuk e gryen. Vetë termi, amianti ose azbesti, të dyja këto janë me origjinë nga greqishtja e lashtë dhe përkthehen si i pashkatrueshëm, i pavdekshëm, i pa eliminueshëm. Kështu që këto kanë qenë cilësi të cilat e kanë bërë që të përdoret jashtëzakonisht gjerësisht. Deri në rreth 2300 produkte të patentuara kanë qarkulluar në të gjithë botën deri vonë. Kështu që rrjedhimisht edhe në Shqipëri. Sa kohë kemi ne që kemi të ndaluar me ligj, siç e ka pothuajse e gjithë bota e zhvilluar amiantin, që të hyet përdoret, materiale ndërtimi apo edhe në përdorime të tjera? Po, norma e parë e karakterit të vendimit të Këshillit të Ministrave në Shqipëri daton në vitin 1994, kur u ndalua që të futeshin në Shqipëri me një vendim amianti në përbërje të termoizolusve dhe në atë rast bëj fjalë për një numër vagonash, treni, të cilët do të faleshin nga një vend perëndimor, nuk ka rëndësi, dhe që nëpërmjet lëvizjes mjedisore të vendit përkatës u transmetua që në fakt është një dhuratë me hile. Është një dhuratë me hile, pra dhurojnë vagonet, por pastaj ne do të duhet të merremi me çamiantizimin, gjë që kushton shumë më tepër se sa ti blie ndoshta vagonet e rinj. Dhe kështu që doli një VKM. Dhe kuadri ligjor dhe nënligjor ka evoluar që prej vitin 1994, por duhet të themi që nuk kemi një legjislacion të dedikuar. Pra nuk kemi ende një ligj të dedikuar ndaj amiantit, siç e kanë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe disa vende tjera europiane ende jo antare të Bashkimit Evropian, por në proces antarësimi. Por duhet të themi edhe këtë tjetrën që është një fitore e lëvizjes mjedisore anti-amiant në Shqipëri. Ka një lëvizje të tillë të dedikuar anti-amiant në Shqipëri? Të dedikuar, ndoshta jo, por për shembull amianti, lëvizja anti-amiant ka qenë njëri nga objektivat kryesor të shoqatës që unë kam kryesuar deri para pak kohësh, e cila është marrë me këtë problem që nga viti 2005 deri tani. Dhe ky botim që ju e prezantuat me dashamirësi është frut, është përmbledhje e një serie kërkimesh. Edhe studimesh janë bërë në këtë kuadër. Që shoqata ka bërë antarët e saj, bashkëpunëtor të vendit dhe ndonjëherë edhe të huaj për çështjen e amiantit në Shqipëri. E kuptoj, në 1960... Po thosha, më fal që është një fitore fakti që pikërisht me këtë presion pozitiv, konstruktiv që ne kemi bërë gjatë sa kohe, kemi arritur që Ministri i Mjedisit të ngarkoj, të afroj në kohë planin e punës së Ministrisë Mjedisit, e cila parashikonte vitin 2014, për të patur një ligj, të afroj në kohë brenda mesit të vitit 2013 dhe për këtë qëllim ka ngarkuar një projekt të Bashkimit Evropian që quhet CELEA, i cili operon në Shqipëri pikërisht si një asistencë ligjore, si një asistencë për parafrimin ligjor të akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e mjedisit posaçërisht. Ta përshtasim që të kemi një ligj, do të kemi së shpejti një ligj zbatueshëm. Në fakt, informacionet thonë që në periudhën e viteve 1960, pak a shumë në periudhën e komunizmit, ka patur një intensifikim të përdorimit të amiantit në Shqipëri, që do të thotë atëherë përdorej shumë. Edhe për ato cilësi që amianti për hir të zbërtetës i ka, edhe ndoshta për faktin që akoma nuk mund të ketë qenë krejtësisht ndaluar në shumicën e vendeve të zhvilluara, edhe për faktin që Shqipëria, sido që tjetë, ka qenë një vend i izoluar. Po gjithë ato materiale amianti
që janë përdorur në 1960 në Shqipëri. Besoj sot gjenden akoma në territorin e vendit tonë. Një pjesë e mirë, po, por ka një veçanti dhe unë do t'ju asqaroj. Amianti është sinjalizuar herët si një element kancerogjen, por nuk është marrë në konsiderat. Flasë në literaturën botërore, ndërsa në vitin 1968, për herë të parë, Agjencia Amerikane e Mjedisit dha sinjalin që e konfirmoi këtë si një material kancerogjen, por ende nuk u ndalua plotësisht në SBA. U ndalua vetëm gjatë viteve 80. Ndërsa në Europë, në Bashkimin Evropian, të themi akti i parë ligjor në nivel komuniteti anti-amiant është marrë në vitin 1992. Pra, goxha vonë. Dhe në vitin 1992 u la kohë vendeve deri në vitin 2005 kur që ta nxirnin nga përdorimi. Që të ndërmerrnin hapat e tyre dhe në vitin 2005, në janar vitit 2005, Bashkimi Evropian e nxori totalisht jashtë përdorimi dhe është kategorikisht ndaluar përdorimi, tregtimi, përdorimi në çfarë do lloj forme, për çfarë do lloj qëllimi. Problemi është që mirë nuk do të marrim amiant, nuk do të fusim më amiant në Shqipëri. Po atë që e kemi ndërkohë në materiale ndërtimi, në objekte, në uzina, nuk e di, ndoshta fabrika që ku është përdorur. Me drejt ju e thatë që është përdorur, pikërisht për shkakun se nuk kishte këtë nam, për shkakun sepse ishte material Ishte këto cilësitë e tjera të mira. Ishte cilësitë tjera shumë të mira dhe në Shqipëri në vitet 60 janë ndërtuar disa fabrika, uzina, të cilat e përdorin dhe si lëndë të parë. E përdorin si lëndë të parë amiantin? Po, amiantin. Përdorin çfarë me të? Për shembull, ka qenë fabrika e Eternitit në Vlorë. Eterniti, besoj, pothuajse gjithë publiku e nje, të paktën publiku mbi 20 vjeç, që Eterniti është në fakt një çimento amiant e valzuar ose e drejtë, e cila përdorej ose për mbulesa, për të mbuluar, fjala vjen impiante industriale, ferma bujqësore, deri edhe banesa, apo për të si ndarës. Dhe është përdorur jashtëzakonisht gjerësisht. Më thënë, nëse kushdo prej nesh që udhton në për Shqipëri, po edhe në për qytetet tona, përfshirë dhe Tiranën. Ishe, edhe këto fotot që janë ilustruese në libër, janë paka shumë ilustruese të këtyre zonave, në të cilat gjenden akoma materiale amianti apo eterniti. Për shembull, kjo fotoja që është pak më poshtë, në faqen 151, tregon pikërisht zonën ish industriale të sodës në Vlorë, ku amianti është përdorur edhe është përdorur ndoshta edhe në formën e eternitit si një produkt i amiantit dhe që sot e kësaj dite është akoma aty. Eterniti ka qenë i kudo ndodhur në për Shqipëri. Më dhe nuk ka po të përmendim një zonë industriale, pasaj do kalojmë në një fshat, do kalojmë në një kooperativ bujqësore, si që ishin në atë kohë. Sot në Eternitin e gjejmë edhe këtu, jashtë studiove tuaja, keni një ndërtesë të mbuluar me eternit, brenda mureve të kinostudios, por edhe anës mureve të kinostudios, deri edhe komisioni, ndërtesa e Komisionit Bashkimit Evropian në rrugën e Durrësit, ish ndërtesa jo kjo e reja në rrugën e Durrësit. Është me eternit. Ka qenë shumë afër me një ndërtesë me eternit në degradim, se edhe kjo element ka rëndësi. Kështu që është aq i përhapur sa që ju nëse kushdo prej nesh po ta ketë si qëllim për të parë rreth e qark, do shikoj që do të filloj të vëre që është i rrethuar nga amianti apo nga eterniti si në deri edhe në sitet më prestigjioze turistike të Shqipërisë ka eternit, por përmend Voskopojën, Thethin dhe Llogaran, në të gjitha. Aty ku ne pretendojmë që mjedisi është më i pastër edhe... Absolutisht, por ka një specifik, por për të përgjigjur pyetjes tuaj, pra është i përhapur në gjithë Shqipërinë. Kjo është njëri nga produktet, dhe me qëra fjala Eternit është emri i kompanisë cila ka patur patentën në nivel ndërkombëtar, dhe ne e njohim me këtë emër pikërisht për shkak të emrit të kompanisë. Kompania e cila është hedhur në gjyq përpara 12 vjetësh nga punëtorët italian, dhe ky gjyq zgjati 12 vjet dhe përfundoi në prill të vitit 2012 me një sukses të jashtëzakonshëm, me dënime që shkojnë deri në 15 vjet burg për pronarët e vet 70 vjeçar,
me qindra miliona euro gjob si kompensim për viktimat, për bashkit, për komunat, për sindikatat e tjerë, pra një dënim juridik i jashtëzakonshëm kundër kësaj kompanije, e cila u dënua pikërisht për faktin sepse megjithse kishte sinjale që ky material është kancerogjen, vazhdonte ende ta prodhonte, ta shpërndante dhe ta përdorte. Për shembull, punëtorët e Eternitit në fabrikës e Eternitit në Vlorë përdornin vetëm as maska nuk përdornin kur zbraznin thasët me amiant në çimenton që përzihej. Dhe i jepnin 1 kilogram qumësht në 1 litër qumësht në ditë, që është asgjë, le që s'ka të bëj fare. Maksimumi mund të bëj rolin antioksidantit. Fare, nuk e bën dot sepse s'ka, ajo është një lëndë e cila nuk e gryen as acidi, jo më ti bëj gjë qumshti. Kështu që ata e merrnin në mushkrit e tyre dhe fatkeqësisht ne sot nuk jemi në gjendje që të ndërtojmë një regjistër të punëtorëve të asaj kohe, që të shikojmë se sa është rastisja e mbijetesës së tyre. Ose, po themi, cila ka qenë harta e tyre, apo mënyra se si ka evoluar shëndeti i tyre. Po sigurisht përsa kohë është e konfirmuar që është një kancerogen i heshtur, nuk përjashtohet mundësia që të ketë shumë. Mendoj që është e rëndësishme të kuptojmë mekanizmin se si vepron, sepse duhet shmangur paniku në këtë dhe duhet shmangur të vepruarit jashtë protokollit teknik. Mënyra e veprimit është e thjeshtë. Ky nuk është as material helmus, as infektus, as rrezatus. Është thjesht, vepron në mënyrë të thjeshtë. Momentin që hyn në kontakt me mukozat e brendshme të trupit të njeriut. Që do të thotë duhet jetë i thërmizuar deri në... Ai është i thërmizuar vetë, pra mund të coptohet në fibra të cilat janë të dimensionit të 1 të 1300 së milimetrit, do të thotë praktikisht të padukshme me sy të lirë. Në një fije floku, në diametrin e një fije floku mund të rreshtohen 1300 fije azbesti, pra praktikisht diçka e pamundshme për tu parë, dhe këto qarkullojnë në ajër, pra mund të emetohet në ajër, të lëshohet në ajër 1 kilometër larg, qarkullon për shkak të erave e tjerë dhe shkon e merr dikush që s'ka lidhje fare me atë ambient atje. Dhe është aq e imët sa që mund të depozitohet të shkojë deri në rrugët më të imta, më të vogla, më të larga të frymarrjes, dhe aty maturon patologji të cilat janë të shpjeguar aty. Sepse kryesisht, është një kancerogen që shkakton të paktën në rastet që janë evidentuar nga studimet kancer të pulmonit. Është kancer të pulmonit që quhet mezoteliom. Mezoteliom. Ai është shkaktuar nga amianti. Ai është i lidhur teorem mezotelioma baraz me amiant ose azbest. Dhe kjo sëmundje shfaqet ka një periudhë latence të gjatë, pra nga momenti i ekspozimit, i marrjes deri në momentin e shpërthimit. Dhe është pothuajse e pamundur për ta evidentuar, sepse momentin që shpërthen i lë fatkeqit vetëm 6 muaj jetë, ndoshta edhe më pak. Dhe degradon në mënyrë shumë të shpejtë trupi i njeriut. Ka një periudhë latence që shkon nga 20 deri në 40 vjet. Që do thotë që mund të jesh ekspozuar 20 apo 40 vite përpara dhe mbas 40 vjetësh ti të shfaqësh shenjat e kancerit. Kjo është arsyeja për shembull sepse në Bashkimin Evropian, megjithëse ata e kanë ndaluar plotësisht prej 2005-s, parashikojnë që kurba e rritjes së sëmundshmërisë për atë numrit të personave të sëmurë do të vazhdojë të ngjitet deri në vitin 2030. Do arri pikun dhe pastaj do të bjerë pikërisht për shkakun sepse do kenë vdekur ata që janë ekspozuar. Janë ekspozuar kur amianti ka qenë, po themi. Po, Romeo, duket sikur ne nuk mund ta bëjmë dot një kurb të tillë. Për sa kohë, të gjitha këto fotot që janë ilustruese në libër, edhe për fat keq, domethënë i gjithë realiteti në të cilin neve jetojmë, jemi të rrethuar pothuajse nga amianti, nga eternitet, nga këto materiale që duken si të zakonshme kur i shikon në rrugë, por me gjithë këtë informacion do të kuptosh që mund të jetë shkaktari i marrjes së jetës pas 20 apo pas 40 vjetësh, ndoshta edhe më herët. A mund të mendojmë kur mund të shpëtojë Shqipëria nga kjo gjë? Do ja them, po është e rëndësishme që të kuptojmë që ne jemi pjesë e një realiteti global. Pra nuk është se jemi në rast i veçantë në luftën, të themi ndaj këtij
ndaj këtij materiali. Është e gjithë Europa, edhe në Itali ka çati Eterniti, në vendet e rajonit absolutisht po, sepse është shumë e vështirë dhe e kushtueshme që ato të hiqen. Është e rëndësishme të kuptohet një gjë nga të gjithë ata të cilët kanë në pronësi banesa apo ndërtesa me amiant. Absolutisht nuk duhet i heqin. Nuk duhet i heqin? Nuk duhet i heqin, sepse në momentin që i heqim është njësoj si të zgjojmë një djalë i cili fle. Do filloj do thërmizohet. Në momentin që ne i heqim, do t'i thyejmë, do t'i coptojmë, do shkulim një gosht, do thyet e tjerë, dhe në atë moment ai si biskota që shqiron ato thrimet, ai shqiron fijet cilat ne nuk i shohim. Edhe mund t'i marrim. Dhe mund t'i marrim ne ose dikush tjetër në një rreze që ne nuk mund t'a dim. Sepse niveli i tolerancës së përqëndrimit është 0. Do thotë që qoftë edhe një fije mund të bëjë një gjëm. Një fije, pra, po themi. Nga ato aq të vogla sa i thamë përpara. Është më mirë të lihen siç janë, deri në një moment kur këtu në Shqipëri do fillojnë, do instalohen, të themi, strukturat, do kemi ligjin, do kemi edhe kompani të specializuara, sepse kërkon teknikat veçanta, janë të shpjeguara në libër, kërkon teknikat veçanta, fjala vjen, elementi parë që bëhet në rastin e Eternitit, është që ne të vlerësojmë se sa i degraduar është. Në momentin që ai është kompakt, mjaftueshëm, e dallojmë me sy, nëse është jo shumë i dëmtuar dhe dëmtohet për shkaqe fizike, do thotë njëherë dielli, njëherë shiu, njëherë ngrica, dhe çimento fillon edhe shpërbëhet dhe aty dalin fijet e azbestit, që janë një trup. Pra duhet parë kjo, nëse ai është i degraduar, atëherë është në rrezik, por është rrezik shumë më i madh nëse e heqim. Pra ata që e kanë në pronësi dhe duan që ta heqin, më mirë mos ta heqin. Mund ta lyejnë me ndonjë bojë ose me ndonjë llak, me shumë thjesht për të forcuar kompaktësinë e materialit, ndërsa duhet të themi një element shumë të rëndësishëm, ata të cilët zotrojnë, ja, ajo fotografi që ju kishit ajo lart po, ajo tregon sikur është diku, sikur e kemi parë kështu duke ardhur në punë. Ajo është në zonën e Shorakut në Tiranë. Pra një zonë industriale e gjitha me mbulesë Eterniti, mbuluar, të cila është bërë zonë rezidenciale. Çfarë kanë bërë? Kanë marrë një buldozer, i kanë prishur, i kanë shkatruar dhe i kanë hedhur në... është kjo këtu. Banesa tipike në zonën e Thethit me çati të ndërtuara pikërisht me lastra Eterniti. Besoj, Romeo, se këto sigurisht janë ndërtuar vonë, është një mungesë e theksuar informacioni. Edhe fakti që ndoshta jo të gjithë e dinë se çfarë është ky lloj materiali. E përdorin pa e ditur se çfarë është, mund edhe ta shkatrojnë pa e ditur se çfarë janë duke bërë, dhe kanë përshtypjen që pjesa e informacionit është shumë e rëndësishme në këtë rast. Absolutisht është një nevojë, më lejo të përdor një shprehje jo shumë shkencore, është një nevojë uluritse për informacion. Nëse ju do ta hapni aty diku në faqen, do t'ju them domethënë që është një situatë shumë është e patolerueshme për faktin, në faqen 131. 131. Është rasti i një tenderi publik në të vitit 2011. 2011 tani afër? Po, i bërë nga Agjencia e Prokurimit Publik, e marrë nga websajti i kësaj, ku... 22 gusht 2011, Agjencia e Prokurimit Publik, SHA, në likujdime si për nuk pa e përmëndim. Emrin, ftes për ankan, shiritet me të kuqa. Mallra nga ish minera kromit, shiriti poshtë, apse azbest, kilogram 220. 220 kilogram, edhe me çmimet për njësi dhe me vleftën e lek. Është likujdimi një sasie malli, pra është ekzistuesi, por këta nuk e dinë që ky është ndaluar në Shqipëri. Edhe vazhdojnë e riciklojnë. E kanë hedhur dhe ne e dimë edhe se kush e ka blerë. Kam blerë dikush në Fier, por nuk arritëm të marrin vesh çfarë ndodhi pastaj. Mungesë informacioni, Romeo, apo thjesht? Është mungesë informacioni. Është mungesë informacioni, nuk mund të themi që është një rast që po kërkojmë të shkelim ligjin. 132. Ai është një tekst mësimor i klasës 7, i kimisë. O, e tmeshme, kjo që ka shumë ironike. Është pjesë nga një tekst i lëndës së kimisë të klasës së 7, në përdorim ende aktualisht, ku thuhet punë laboratori, substancat kimike, metodat e ndarjes së tyre. Mjetet e punës janë gotë kimike, krip gjelle e papastër, mbajtëse metalike, letër filtri, rrjet azbesti. Do me thënë,
deri aty është mungesa informacionit, sa edhe në materialet shkencore, po themi, si që mund tjetë lënda e kimis, kurikula e lëndës kimis, në me thënë vazhdojnë akoma sugjerohet është munges informimi. Për material, për bërë një punë laboratori. Se nuk është të thënë që këta ti kënë gjitha këto, për momentin që këtu përmëndet, atëre mësusi, kur e pyet ai drejtori i shkollës private për çka ke nevojë, thotë kam nevojë për këto. Nasin dhe ca rjeta azbesti. Nasin dhe këto dhe ato, dhe aty punojnë fëmijët e tjerë. Është një mungesë informacioni, nuk diskutohet që është diçka ajo e qëllimshme, por është, ne kemi përmendur këtu rastin e një shkolle në Fier, ku ne kemi bërë një kërkim me disa ekspert belg për të parë pranin e azbestit për shkolla, kopshte dhe spitale. Edhe si rezultoi? Dhe rezultoi pozitive në shumë raste, në 25 raste, disa të trashëguara, por disa edhe për mungesë informacioni. Një mësuese aty në një shkollë private, duke mos e ditur dhe ne nuk u shfaqëm qëllimin e pyetjes, u mburr, tha i kemi të gjitha mjetet, madje kemi, por i dhe azbesti kemi, po si s'kemi, kemi. Pra, është një mungesë, është një padije, mungesë informacioni që ne duhet tani ta shpërndajmë, ta ndërgjegjsojmë njerëzit. Dhe për këtë qëllim duhet ndërmarrë një fushat informimi kapilare e përhapur veçanërisht në shkolla, në qytete. Kjo që po bëni ju është e domosdoshme, është absolutisht e domosdoshme. Është diçka shumë pozitive dhe ju falenderoj. Shiko, ka disa foto të tjera të cilat tregojnë se në Shqipëri ka patur disa vendburime të evidentuara të amiantit. Në këto rajone shkëmbim të amiantit janë në sipërfaqe. Do të thotë edhe në mënyrë natyrale mund të gjendet në natyrë, apo jo? Jo për shkak të këtyre mbetjeve teknologjike që mund të kenë qenë prurje në një periudhë caktuar. Azbesti është një mineral. Është një mineral që do thotë gjendet edhe në nëntokën e Shqipërisë. Gjendet në Shqipëri, por dhe në gjithë botën janë minera sipërfaqësore, ato që janë përdorur ose përdoren në vendet në zhvillim. Kështu që nuk është përjashtim Shqipëria, por në Shqipëri nuk janë eksploruar, nuk janë përdorur, nuk janë shfrytzuar, për shkakun sepse kishte cilësi fizike jo shumë të përshtatshme për përpunim industrial. Dhe kështu që kryesisht është marrë amiant nga importi, si lëndë e parë. Po mund temi që këto janë të fjetura, përsa ku aty nuk është punuar, nuk mund të jenë të rrezikshme, nuk është ai halli kryesor tani, duhet thënë. Më thënë nuk është ai problemi, sepse ai nuk është dhe azbesti pastër, dhe më thënë me materiale tjera duhet pastrohet e tjerë. Kështu që ekziston si problem, por është nëse vendosim një prioritet, në këtë mund të jetë në fundin e listës. Shkëputemi për pak publicitet, sepse sigurisht që tashmë e morën vesh, paktën ju që na keni ndjekur e ju që do të na ndiqni edhe nesër në ritransmetim në Channel One apo në Planet TV, e dini tashmë që jemi të rrethuar nga një material i cili është një vrasës i heshtur kancerogjen, dhe kjo është një gjë e konfirmuar, nuk po egzagjerojmë kur e themi këtë, por për të ditur se çfarë duhet të bëjmë, nëse jemi të rrethuar, Romeo e tha pak më përpara se çfarë duhet të bëjmë, mos e prekni, po duhet marrim edhe pak më shumë informacion, si mund të azgjesohet amianti, o çfarë bëhet, paktën nga pikpamja shkencore, por edhe në mënyra rrethanore për ata që janë të rrethuar edhe jetojnë përditë me amiant apo me eternit që është një produkt i tij. Vetëm pas pak minutash publicitet. Po, jemi rikthyer të nderuar teleshikues, na ndiqni, informacioni është me të vërtet shumë i rëndësishëm, edhe personalisht po mësoj shumë gjëra që nuk i dija, faleminderit Romeo, sepse libri i hodha një sy me shumë nxitim përpara se të vendosnim ta bënim këtë bisedë. Sigurisht që e kuptoj që kjo është një gjë shumë e rrezikshme na rrethon gjithandej. Të paktën teleshikuesit e kanë parasysh tani se për çfarë po flasim për këto materialet që duken ndonjëherë si shumë të zakonshme dhe si gjëja më normale që na rrethon, por që në fakt janë shumë të rrezikshme. Por nuk janë vetëm këto materialet, nuk është vetëm kjo veshja e çative ku përdoret kryesisht, që është kryesisht me amiant apo me eternit, po mund ta gjejmë edhe në materiale të tjera apo në produkte të tjera, të cilat mund edhe të mos e dim, për shembull që një send që e përdorim në përditshmërinë tonë, ose e kemi brenda në shtëpi një elektroshtëpiake apo nuk e di diçka tjetër, mund të ketë këtë lloj materiali. Po. Duhet thënë që është përdorur gjithësisht. Për shembull,
ka patur është përdorur tek elektroshpjakët të cilët kishin nxehtësi, për shembull hekurat e kurosjes të dikurshmit që ishin me rezistencë, ata kishin nevojë për rrjet azbestit të presuar, e cila izolon edhe elektricitetin edhe nxehtësinë. Tashmë ata nuk qarkullojnë më, por qarkullojnë produkte të tjera të cilat prodhohen në vendet në zhvillim, përfshirë edhe Serbinë, Maqedoninë, Turqinë, pa folur pastaj për Rusi, Ukrainë, Kinë, Indi, Brazil e tjerë. Për shembull aty në faqen 163, të lutem. Po, është edhe një tabel në faqen 144 që vlen ta diskutojmë pak më vonë, ku mund ta gjejmë. Në faqen 163 kemi foton e një produkti që është përdorur, është tregtuar gjërësisht dhe hapur në tregjet tona. Është sobë. Sobë druri. Një sobë druri e cila, po ta shikosh, derën e ka të hapur dhe rreth e qark ka një rrjet, ka një litar si gërshet. Ai është litar amianti i shkriftueshëm, domethënë në trajtën e vet më të rrezikshme. Litar amianti. Quhet litar amianti sepse thuret dhe vendoset aty ku kërkohet izolimi dhe izolon derën nga trupi i sobës, fjala vjen. Po është përdorur në industri gjërësisht aty ku ka qenë nevojshëm izolimi termik. Dhe ne e kemi hasur edhe në tregun industrial edhe të Tiranës. Edhe është amianti shkriftueshëm në formën e tij më ekstremisht të rrezikshme. Në formën e tij ekstremisht të rrezikshme. Imagjinoni, kjo është soba që e përdorin shumë familje shqiptare që përdorin dru, sepse ne nuk prodhojmë më, kështu që marrim këto që janë më të lirat. Edhe pozicioni ku ndodhet tek dera e sobës, sigurisht është gjithkohës në hapje mbyllje, mund të shkriftohet gjithkohës në presion. Një herë në vit, që do thotë që gjatë vitit ai shkriftohet, emetohet brenda në mjediset e brendshme të shtëpive. Edhe duhet të ndrohet ky. Dhe ndrohet, që do thotë që ai shkriftohet, grimcat humbasin. Dhe ku përfundon? Dhe kështu që përfundon që, si thuash, ndot me fibra azbesti mjediset e brendshme, që është shumë herë më rrezikshme sepse është ambienti mbyllur. Dhe për fat keq ne nuk mund të dimë se çfarë efektesh ka. Mund të dim nesër që çfarë efektesh do të ketë. Por është e rëndësishme që ne ta bëjmë këtë paralajmërim, që mos merrni më, mos blini më soba të tilla, mos kërkoni më në treg litar amianti, sepse përdorin shpeshherë edhe këta që rregullojnë, të themi, pajisjet ndryshme elektroshpjake, porosisin dhe shumë e lehtë porosisësh në botë, sepse edhe online mund porosisësh. Përdoret, tregtohet? Ka kompani në Kinë që i prodhojnë, sepse ata prodhojnë dhe... Ka vendosur interesin ekonomik përpara interesit shëndetësor. Kjo nuk është një gjë që... Dhe kështu që edhe online, po qoftë edhe një tregtar kinez, një tregtar shqiptar që shkon Kinë, i thua duajnë 100 metra litar amianti dhe është një litar, është dimension i pranueshëm, e merr sjell, këtu e shet nën banak e tjerë, por... Si kalon në dogan? Si mund të kalojë në dogan një material që është krejtësisht ndaluar? Në sasi të vogla mund të kalojë edhe brenda një çante, nuk është problemi atje. Ose mund të deklarohet për diçka tjetër. Mund të deklarohet për diçka tjetër, analiza nuk do i bëjnë doganierët. Litar, lini e tjerë. Por ne nuk do të tolerojmë rastet kur futet në dogan, po themi për shembull eternit, në sasi që janë të dukshme që përdoren. Ne jemi duke lobuar tani me doganën që t'i bëjmë një listë të produkteve të cilat mundësisht ose e kanë probabilitetin që të kenë azbest ose amiant në përbërje. Për shembull janë panelet kuadratike që përdoren për tavanet e varura. Ato vinë nga Kina, sepse kanë kosto më të lirë. E kanë të fshehur amiantin brenda? Dhe janë në përbërje. Janë përbërje. Ato janë allçi, pak rëshirë për të mbajtur konsoliditetin dhe kanë azbest për shkak të izolimit të mirë që bën. Rastin më të fundit, para pak muajsh, ne kemi analizuar një plak të tillë. Unë e gjeta jashtë dyerve të fakultetit tim. Ishte përdorur për të izoluar një kaldaj, një mjedis aty. Dhe i kishin nxjerrë, unë mora një copë, e analizuam dhe doli me përbajtje amianti. Pra, duhet shumë kujdes, sepse nuk është se po fusim diçka e cila u derdh diku në një tokë ndoti... është e izoluar, apo... Ne nuk e dim se ku shkon, nuk e dim se kush i ekspozohet asaj. Domethënë, edhe ai vetë i cili e mbyll një sy mund t'i ekspozohet nesër.
Por, po thoshim që publiku duhet ta di që mos të konsumoj këto, pra mos të kërkoj litar amianti në treg, sepse është kancerogjen. Mundësisht nëse i kanë këto soba në shtëpi, të paktën ndrimin e radhës mos ta bëjnë me litar amianti, por ta bëjnë me një material tjetër izolues, të konsultojnë me një specialist. Është një listë, Romeo, një tabele materialeve me përmbajtje amianti sipas përqindjeve përkatëse, që besoj duhet ta kenë institucionet, paktën doganat apo ato institucionet që merren me certifikimin e materialeve të ndërtimit paktën, se shumica janë të tilla. Materialet izoluese janë kartona izolues, shkuma dhe riveshje izoluese, që kanë nga 25 deri në 40%, domethënë një sasi të konsiderueshme. Guarnicione, se ka guarnicione, po, janë guarnicione të cilat gjendet kryesisht letra dhe kartona? Po. Kartona me përmbajtje amianti janë përdorur për të izoluar, për shembull, panelet e siguresave në shkolla, në flas dikur. Kështu që janë 2300 produkte. Do thotë 2300 produkte. Eterniti është njëri nga këta 2300. Më thënë, ne mund të përmëndim 1000, do në ngenin 1300 të tjerë. Rëndësishme është që ne të ngrem në sistem këtë gjë, që ashtu si që kërkohen kjo apo ajo certifikat nga vëndet të caktuara, nëse ne bëjmë import nga vëndet e Bashkimit Evropian, e kemi të sigurt që asgjë nuk ka më përmbajtje amianti. Deri dhe produktet më të domosdoshme ato të cilat nuk kanë. Po, këtu thuhet edhe veshje. Në momentin kur ne importojmë veshje, po. Në momentin që ne importojmë... Edhe pas kanë 85-100%. Po. Veshjet sepse janë përdorur në industrinë metalurgjike. Metalurgët, për shkak të nxehtësisë madhe, vishnin kostume të bëra me amiant. Dhe nuk ndjenin nxehtësinë e madhe që ishte. Ose ata që punonin në sektor të emergjencave, të zjarreve, naftëtarët, kur shuanin fontanat e dikush me zjarret, puset që merrnin zjarr, deri edhe batania amianti ka patur, quheshin batania amianti, që një format i madh ashtu që përdore për të shuar zjarret në këto zona, dhe që i mati cili është nxjerrë naftë dhe ka punuar në ato zona, më tregon që ndonjëherë këto batania amianti përdoreshin edhe nga familjet e varfra shqiptare si batanie. Batanie normale. Si batanie normale, për shkak sepse janë të ngrota, faktikisht. Izolojnë mirë, domethënë nuk e lejojnë që temperaturat të kalojnë. Kështu që lidhur me produktet... Sikur s'kemi shpëtim, Romeo. Jo, do kujdes. Pra, ka një sistem politikash, të cilat janë të rekomanduara qoftë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, qoftë në nivel të mjedisit, qoftë në nivel të shëndetit, qoftë në nivel të mjediseve të punës. Ne nuk kemi pse shpikim gjë. Kemi specifikën tonë, natyrisht, që s'mund të marrim por duhet ta adoptojmë, por së pari, çfarë duhet bërë? Informacioni. Së dyti. A mund ta kenë këtë botim edhe njerëz të thjeshtë, apo nuk e di, vende ku punojnë shumë njerëz për të ditur, me thënë apo është shumë teknik brenda. Deri tani mu duk në më thënë diçka normale që mund kuptohet nga gjithë, edhe mirë është ta kenë gjithë për të kuptuar nëse i rrethon apo jo amianti deri në çfarë mase. Në radhë parë më lejo të them diçka të rëndësishme, shtypja e këtij libri është bërë me mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri, ka një parathënie nga zyrtarë të OBSH-s së Europës, të cilët e kanë mbështetur në momentin kur panë që niveli i kërkimit për amiantin në Shqipëri kishte arritur një nivel ata e cilësuar në më të lartë edhe se vendet e tjera të rajonit. Kështu që ky botim në fakt nuk ka shumë kopje për shkakun sepse është relativisht i shtrenjtë për shkak se është bërë me ngjyra dhe për t'i dhënë të gjithë elementët e figurave të tjera, por mund të botohet ne kemi ndoshta më të reduktuar, ne kemi shpërndar shumë kopje. Vetëm dje në promovim janë shpërndar 100 kopje. Do dërgojmë nga një kopje në çdo drejtori rajonale të shëndetit, në çdo agjenci rajonale të mjedisit. Kështu që personat e specializuar do ta kenë absolutisht në dorë për të punuar, por ka nevojë dhe me që përmendem mënyrën se si është ndërtuar në mënyrë të tillë libri që të hyjë në punë të gjithë ekspertëve, të cilët kanë një pjesë të punës së lidhur me këtë. Është ndërdisiplinore si fushë. Dhe me një gjuhë të thjeshtë, nuk kemi përdorur, relativisht të thjeshtë, aty ku ishte e mundur. Por fushata e informimit është e nevojshme që të kryhet me mjeta edhe më të thjeshta se sa libri, me fletpalosje,
me filmat shkurtër, me spote, me aktivitete në shkolla apo në qytete e tjerë. Dhe është e rëndësishme që të menaxhojmë trashëgimin, pra çfarë kemi trashëguar, pa panik, sepse është e rëndësishme kjo për ta theksuar prap, dhe pastaj të mbyllim rubinetin e futjes së materiale. Ka një presion të jashtëzakonshëm në treg. Parë po bisedonim për Rusinë. Rusia, për shkak sepse është prodhuesja dhe konsumatorja më e madhe në botë aktualisht, po tenton të bëjë një luftë shkencore të destinuar për ta humbur, për të provuar pa dëmshmërinë e materialit, pikërisht për të mbajtur në këmbë industrinë e vet. Po, edhe vendet e tjera afër të rajonit janë prodhues të fuqishëm. Në Serbi, në Maqedoni, edhe në Turqi. Turqia e ka ndaluar tani vonë, por ka një, se thosh e ka ndaluar, po ka lënë një periudhë, ta quajmë kështu, tranzicionit të adoptimit të industrive të veta. Kina është mbushur. Brazili ishte vend prodhues, aktualisht çështja është në gjykatën kushtetuese të atij vendi nga organizatat mjedisore dhe kanë shans shumë të madh që të fitojnë dhe ta ndalojnë edhe. Kanadaja është interesante që e ka ndaluar përdorimin në Kanada, por nuk ka ndaluar prodhimin për eksport. Gjë që ishte një turp për Kanadan, dhe në këtë rast më lejo që të përmend faktin që lëvizja jonë anti-amiant të Shqipërisë është integruar tashmë në një lëvizje globale të IBAS-it, që është Sekretariati Ndërkombëtar për ndalimin e amiantit, me qendër në Londër, dhe është krijuar një lëvizje që quhet Ban Asbestos Globally, pra të ndalojmë azbestin globalisht. Sepse ka rreth 103.000 viktima çdo vit nga kanceri i mushkërive, nga ky lloj kanceri që është vërtetuar. Me një incidencë një në çdo 70.000 banor mesatarisht. Dhe sigurisht që është një shifër e frikshme, por e vetmja gjë që mund të bëjmë është informohemi, nuk ka vend për panik sigurisht, sepse nuk zgjidhet gjë duke u alarmuar, po themi. Së tepërmi e rëndësishme është të dimë si të sillemi edhe kur nuk e shmangim dot faktin që jemi të rrethuar nga amianti apo nga eternitet. Romeo, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe besoj që do të ketë shumë njerëz ose të paktën institucione që do t'ju falenderojnë për këtë botim, ashtu si Organizatën Botërore të Shëndetësisë që e ka bërë të mundur një botim të tillë përveç se studimet. Edhe suksese në këtë luftë e cila besoj do të jetë e vështirë, por që ja vlen për ta ndaluar amiantin në Shqipëri, edhe për të qenë ne një vend i zhvilluar, siç janë vendet e tjera të zhvilluara të botës. Ishte Romeo Anxhari, një ekspert mjedisor, folëm pikërisht për amiantin ose azbestin dhe me njerë sa po zoti Anxhari të largohet, ne do të ndryshojmë krejtësisht temën e informacionit, do të ndryshojmë krejtësisht atmosferë, do të flasim për një çështje, duke u nisur në fakt nga një çështje, siç është ajo e diskutuar para një jave, në fillim të javës, kur u ndalua një vepër e cila u quajt, po themi, blasfemi në teatrin e Korçës. Ishte Shënmëria Beratit, një dramë e shkruar nga Namik Dokle, e cila shkaktoi, po themi, një lloj reagimi, u quajt, po themi, një mënyrë jo normale e të etiketuarit kishës ortodokse edhe të fesë ortodokse në Shqipëri dhe u ndalua për pak kohë në teatrin e Korçës, aty ku ishte vendosur prej ditësh në skenë. Por ky është një rast. Çfarë është blasfemia dhe si ka evoluar, po themi, koncepti i blasfemisë dhe çfarë mund të quhet sot blasfemi, nëse do t'i referohemi një rastit të tillë apo edhe rasteve të tjera. Do të zhvillojmë një bisedë, se do të jetë shumë interesante. I ftoj me njëherë antarët e panelit të dytë, janë të ftuarit e dytë për natën vonë mbrëmjen e sotme, është Behar Gjoka studiues, cilin e ftoj me njëherë, është Andon Merdani Peshkop, që vjen nga Kisha Ortodokse, dhe Entela Binjaku, sociologe. Mirë se erdhët. E lëmë Entelën në mes, dhe zoti Gjoka dhe Peshkop Merdani, mirë se erdhët. Besoj të gjithë të keni dëgjuar, edhe nuk besoj që ka teleshikues që nuk e ka dëgjuar apo që nuk është bërë pjesë e diskutimit çfarë ka ndodhur me veprën e Namik Dokles në kishën në teatrin e Korçës.
nuk është se ka pasur shumë reagime institucionale, po themi, nga kisha ortodokse në lidhje me këtë gjë, por ka pasur reagime sigurisht nga studiuesit, sigurisht nga ata që merren me artin, nga ata që merren me teatrin, dhe që sigurisht e kanë quajtur këtë gjë, sidomos ndalimin e veprës, një gjë të paprecedent. Pothuajse në këtë linjë është edhe shkrimi që zoti Gjoka ka botuar së fundmi në Shtypin Shqiptar, një shkrim i botuar tek Shekulli, letërsia dhe censorët e radhës. Dhe ne do diskutojmë pikërisht për këtë, do të marrim shkas nga ky rast, vlen ta ezaurojmë dhe më pas do të flasim në përgjithësi për blasfemin. A mund të quhen raste të tilla apo çfarë mund të quhet sot blasfemi? E nisim me shkrimin dhe me letërsinë dhe me censorët e radhës. Jo, unë mendoj që ky debat ka vend dhe ka nevojë për mendimin e secilit, por mbi gjitha thelbësore më duket se është fakti që duke pat mendimin ndryshe nuk do të thotë se po kërkojmë që të prishim gjithë mirëkuptimin e tjerë. S'pari. S'dyti, në fakt për gjykimin tim, unë jam rrek ta them edhe në shkrim, jemi në dy realitete shpirtërore. E njëra anë është realiteti shpirtëror hynor, dhe ana tjetër është realiteti shpirtëror letrar. Tani për të gjetur atë pikën ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri është mjaft e vështirë dhe do mendja që mendjet e ftohta mund të rreken, mund të japin një kontribut se çfarë ndodh. Sepse së treti unë do të thoja vetë librat e shenjtë, vetë Bibla, vetë Kurani dhe çdo libër i shenjtë është një nga modelet e përsosura, do thosha, të vlerës letrare, të vlerës hynore e kështu me radhë. Dhe letërsia, nga ana tjetër, ka një pikë që unë e shoh mjaft të debatueshme, nëse realiteti shpirtëror fetar ka të bëjë me norma të përcaktuara, të mirë përcaktuara, realiteti letrar tek e fundit është normë që shkatërrohet, prishet, rregullohet gjatë rrugës dhe është një proces ku prishja dhe ndërtimi janë shumë pranë njëri tjetrit. Dhe në këtë vështirë ti ndash. Është shumë e vështirë. Dhe në këtë kuptim unë do të thoja që ndalimi i shfaqjes është i padrejtë, është jo normal, ndërsa çdo reagim, çdo debat, se çdo diskutim i kësaj apo edhe më gjerë, padyshim, sepse unë do të thoja që nëse do ishte një debat për vlerat estetike, hajde do të diskutojmë gjëra gjatë dhe edhe mund ndalohej për të arsye. Nëse çfaqja është dhënë, ka jo pak faktorë që kanë mrit drejt e çfaqja. Ka faktorë të tillë si autori, si regjizori, si aktorët, si ata që e pan shfaqjen e tjerë, unë do të thoja që akti i ndalimit nuk është normal. Akti i procesit të diskutimit është gjëja më e thjeshtë më normale. Peshko Merdani, besoj ka pasur reagim në kishën ortodokse pas asaj që ndodhi si reagimi par nga ortodoksët e Korçës, të cilët reaguan e quajtën pak a shumë edhe në mënyrë të shprehur, në mënyrë deklarative, e quajtën një vepër që fyente kishën ortodokse, fyente besimin ortodoks në Shqipëri. Ka një qëndrim zyrtar sot të kishës ortodokse në lidhje me këtë ngjarje, në lidhje me këtë vepër, dhe është kjo e argumentuar? Patjetër që ka një qëndrim zyrtar, ai ka qenë mitropolis e Korçës, që fatkeqësisht u interpretuan disa deklarata, ndoshta të marra nga interneti nëpër disa blogje, ose të ndonjë personi i cili është shprehur, ndoshta mediat me atë ngutin për të gjetur lajme, ndoshta dhe deklarata, këto i paraqiten ose u paraqiten sikur ishin deklarime zyrtare. Dhe tonet e këtyre deklaratave nuk ishin as pak në linjën edhe në normën që edhe të kishës ortodokse dhe të asaj deklarate që kishte zyrtare Mitropolia e Korçës. Patjetër dhe në deklaratë shprehet mbështetja e ndinjimit të besimtarëve të Korçës, të cilët të pranishëm në sallë, në formën e tyre reaguan, dhe këtë e mbështet edhe Mitropolia, duke thënë që shfaqje të tilla në skenë nuk i shërbejnë harmonisë fetare, as të vlerave të besimit edhe atij ortodoks, të krishterë në përgjithësi, dhe gjithashtu ne kemi një të kaluar të afërm në cilën kleri, feja, në mënyrë sistematike nga sistemi komunist ishte ngoditur në mënyrë të padrejtë në shumicën e rasteve,
dhe në mënyrë tepër sistematike dhe në një ideologji të përcaktuar për ta paraqitur klerin edhe kishën edhe fen si diçka negative, diçka që nuk ka vlera, madje diçka që duhet luftuar. Dhe në këtë vazhd ishin edhe një pjesë e shkrimeve të saj kohe, të disa filmave, dhe mendojmë që edhe kjo shfaqje, edhe kjo dramë është në një farë mënyrë një rivënje në skenë. Në perceptimin tuaj rikthen edhe një herë atë Edhe një herë atë periudhë, do kujton dhe një herë po atë periudhë. Dhe disa persona dëshën ta lidhin edhe me vetë autorin e dramës, i cili ndoshta i përket asaj nomenklature, por nga krau tjetër mbetemi tek ngjarja. Mitropolia pra është shprehur nëpërmjet një deklarate zyrtare, e cila është e matur do thoja, dhe shpreh shumë drejt shqetësimin e komunitetit ortodoks atje në Korçë, po dhe në përgjithsisht në vendin tonë. E kuptoj që sigurisht edhe më lart nga kisha ortodokse është mbështetur si deklaratë, si reagim zyrtar. Është edhe në faqen zyrtare të kishës ortodokse në internet, e cila mund të lexohet nga interesuarit. Entila, mendon që është i brisht ky raport në Shqipëri, që do të thot edhe sot, kur gjithë mendojmë që jemi shumë indiferent ndaj këtyre gjërave, kur jemi në kohën kur arti lejohet të provokojë, madje është sukses që arti të provokojë, ne mund të rrezikojmë raporte të tilla të vendosura për hir të zbërtetës me shumë vështirësi në realitetin shqiptar pas komunizmit? Së pari unë doja të thoja se nuk e di nëse vetë zoti Dokle 4 vjetë më parë, kur ka shkruar këtë vepër, do ta kishte menduar se do të kishte qenë pre e diskutimeve të gjithë farë llojshme. Së dyti, më është dukur pak e çuditshme fakti që disa aktorë të rëndësishëm të kësaj ngjarje, duke quajtur këtë ngjarje, siç janë drejtoresha e teatrit, një aktor kam dëgjuar me një rol qendror në këtë pjesë, spektator që e kanë ndjekur për më tepër pas disa netëve, shpreheshin me tone shumë optimiste dhe të një suksesi ku vihej theksi edhe tek pasuria e gjuhës shqipe. Por të them të drejtën, unë këtë shfaqjen nuk e kam ndjekur, kështu që nuk mund të flas në perspektivën time personale. Sa i takon asaj që ju that, mendoj që çështjet e besimit janë çështje shumë sensitive, prandaj ato janë kaq personale, dhe ne nuk jemi vetëm i vend që në një moment caktuar u bën pre e një ndjeshmërie shumë të lartë sa i takon pra besimit fetar. Për këto më lejoni të sjell në kujtesë vetëm vitin e kaluar ku një ngjarje shumë e madhe përfshiu një grup roku në Rusinë e Largët, një grup roku femrash, të cilat në shenjë proteste ndaj mbështetjes së kishës ortodokse ruse për politikën që ndiqte presidenti Putin, revoltuan, reaguan me një dhënie koncerti të pamiratuar në ambientet e një kishe. Edhe sot është akoma një histori e pasgjidhur, po themi. Dhe një ngjarje botërore. Po gjithashtu nuk kemi se si të mos sjellim në vëmendje ato revolta të besimtarëve islam, të cilët u prekën thellësisht në sensibilitetin e tyre njerëzor fetar në këtë rast, sa i takon një filmi me një cilësi jashtëzakonisht të dobët, por ja që ngacmoi. Nga ana tjetër, më lejoni të them që gjithashtu një tjetër shqiptar në Greqi, Lart Vasili, një aktor i mirënjohur, u ndje gjithashtu i sulmuar si rezultat i një reagimi të disa klerikëve grek ndaj aktimit. Për shkak të një vepre që ai e kishte vendosur. Pra dua të them që mua nuk është se më pëlqen shumë të justifikoj disa veprime të padenja të shoqërisë tonë me ilustrime nga vendet përreth ose nga vendet e tjera, por në këtë rast shoh që bashkohemi pra në ndjeshmërinë tonë me shumë vende të tjera dhe me shumë popull të tjerë. Kështu që nuk do ta veçoja si specifike shqiptare këtë çështje, por ama theksoj me një forcë të madhe se ne jemi një vend i tolerancës fetare ku së bashku jetojmë në mënyrë të denjë dhe me shumë harmoni të gjitha besimet. Profesor Gjoka, është momenti, a tregon ky rast që në Shqipëri ndoshta nuk ka ardhur akoma momenti për të provokuar me art? Jo, në fakt në Shqipëri është provokuar me kohë me art. U provokuar para disa kohësh me Tjetosh në Ishull. Është romani Ben Blushit. Ben Blushit. Po, shkaktoi dhe atëherë një reagim. Po ta lexosh, unë nuk bëj lexim fetar, unë bëj lexim teksti. Në leximin e tekstit kishte edhe disa debate që provokonte edhe në kuptimin fetar. Do të thotë, nuk është hera e parë dhe mendoj që gjithmonë ajo gara se kush do ta udhëheq qenien njerëzore, jo në kuptimin institucional, por shpirtëror,
në mes vlerave letrare artistike dhe vlerave fetare është e hapur. Do thotë, nuk e di, ndodh që për një shfaqje show mund të shkojnë, mund të ndjekin shumë më tepër. Pra, çështja e zgjedhjes dhe çështja e përplasjes janë dy gjëra. Në fakt, Joni, unë kam një fat këtë rastisht. Nga viti 1983 dhe deri tani, unë jam marrë vazhdimisht me Pjetër Budin, poeti, prozatori parë i letrave shqipe. Kjo është dhe arsyeja që hyra në këtë mes, pra duke qenë në thelb besimtar, dhe duke qenë po në thelb edhe i lidhur me letërsinë, dhe unë nuk mendoj se do të thotë ta lexosh letërsinë si besim, ja ke dhënë do të thosha gjithë vlerë, ose ta lexosh besimin si letërsi, ja ke dhënë vlerë. Janë dy gjëra që tek e fundit çdo lloj debati, çdo lloj kontributi, çdo lloj mendimi që mund sillet, në fakt vetëm se do të na çonte afër të vërtetës, por e vërteta në fund fare do mbetej pjesë e një kërkimi, pjesë e një hulumtimi që do të duket, sepse në një kuptim unë mendoj që edhe vetë Homeri në një farë mënyrë me Perëndit ka blasfemuar, ka kundërvënë, ka përplasur mitin me antimitin, e kështu me radhë. Pra është çështja e një bashkëpunimi që duhet të shoqërohet me reagime normale, duhet të shoqërohet me debate normale dhe duhet të shoqërohet tek e fundit edhe me përgjegjësi institucionale. Unë mendoj që kjo, përveç të tjerash, gjithë kjo çfarë po ndjet, çfarë po ndodh, që në fakt ndodh dhe diku tjetër, nuk është thjesht një fenomen shqiptar apo ka të bëjë tek e fundit edhe me një lloj situate të vetë institucionit të teatrit të Korçës, i cili pasi e ka vënë, pasi ka korë sukses... është intimiduar nga një reagim. Nuk e di, do thotë, shikoni, besimi dhe letërsia nuk varen nga reagimet. Reagimet janë pjesë e udhëtimit të shoqërisë njerëzore, sidomos në demokraci, por tek e fundit, ajo çfarë përfaqëson secila palë, sepse ka dhe një komunitet artistësh, ka dhe një komunitet shikuesësh, ka dhe një komunitet tjetër i cili, do të thonë, reagimet e pa normativizuar, e pa kontrolluar, dhe thotë, nuk e di se ku na sillin, ndërsa debati, reagimi normal, dhënia e kontributit, do të thosha, për të dalë nga ky qertull dhe për të shmangur atë që quhet fajtorët pa faj. Sepse në fakt ata aktorët janë fajtorë pa faj në gjykimin tim. Tek e fundit jemi te ajo situata që mendimi mbi të është thjesht dhënje e një mendimi dhe nuk është zbulimi i vërtetës. E vërteta është gjithmonë një kërkim. E kuptoj. Shkop Merdani, pas pak minutash publicitet, unë realisht besoj edhe teleshikuesi duan të dinë çfarë kishte në këtë vepër artistike aq provokative për fen ortodokse, për kishën ortodokse. Me njerë pas reklamës. Jemi rikthyer me, po përdorim thonjzat blasfeminë e Namik Dokles edhe të teatrit Korçës me veprën Shëmëria e Beratit, edhe para publicitetit pyeta Peshkop Merdani, që është përfaqësues i kishës ortodokse, çfarë kishte në këtë vepër që ishte realisht kaq provokative, kaq ngacmuese dhe kaq blasfemi në veprën e zotit Dokle për sa i përket kishës ortodokse. Ju besoj e keni analizuar, e keni parë me detaj këtë vepër. Përpara se të vazhdoj të përgjigjem pyetjes, të sqaroj edhe pak, me qenë se mu dha fjalë vetëm një herë dhe u than disa gjëra që ndoshta është mirë të plotsojmë. Kemi 30 minuta kohë të sqarojmë të gjitha. Dua të sqaroj që nga ana e kishës ortodokse nuk është kërkuar as në deklaratë që veprat hiqet, që të ndërpritet ose të hiqet vepra. Ne kemi shprehur pak kënaqësinë tonë për mënyrën se si kjo vepër e cila nuk e nderon besimin ortodoks, madje e denigron atë, dhe këtu mund dalim kjo çështja, do të çfarë është thënë atje, çfarë aty. Dhe gjatë kësaj vepre, dikush edhe me nivel fare të ulët fetar ose me pak njohuri fetare, do të keq orientohet. Aty duket sikur në ambiente kishtare, manastire, fjalori është tepër i ulët. Personalisht nuk mund t'i përmend fjalët që bëhen fjalë në vepër. E kuptoj, është një blasfemi më vete në qoftë. Është blasfemi dhe është një shëmtirë në një farë mënyrë. Dhe personalisht nuk mund t'i përmend dot fjalët, skenat por mund të them vetëm kaq që aty shpeshherë krijohet përshtypje sikur në manastire, në kishë,
mes klerikëve fjalori është tepër i ulët, skenat janë përveç se qesharake, ato janë ofenduese, janë denigruese, janë të turpshme, madje edhe imagjinata shpeshherë nuk mund të shkojë aq larg sa që autori i ka shprehur aty dhe i ka përshkruar. Në vetvete këto gjëra nuk e di çfarë të mirë i sjellin kulturës tonë, ndërkohë që ne kemi një mangësi të madhe për të edukuar tek njerëzit tanë ndjenjën e besimit, ndjenjën e fesë, e respektit, e njohjes së besimit, dhe le të promovojmë disa vlera pozitive të besimit, që patjetër që ka. Shumica e njerëzve në Shqipëri deklarojnë që besojnë tek Zoti, i vlerësojnë besimet fetare, kështu që le të ndihmojë arti në këtë drejtim. Në kjo do të thotë që besimet, klerikët nuk janë pjesë e kritikës, po jo e denigrimit, edhe jo e sharjes, edhe jo e ofendimeve, edhe një fjalori tepër të ulët, i cili mendoj që nuk na nderon të gjithëve neve. E keni parasysh Peshkop Merdani, dhe në fakt është një pyetje se arti në vetvete ka shumë fiction, po përdor këtë term për gjithë ata që e kuptojnë, nuk është realiteti, po është mënyra se si autori apo artisti e imagjinon apo e krijon realitetin, e trillon realitetin. Domethënë, arti në vetvete është fiction, kjo mund të ndodhi në kinematografi, mund të ndodhi në letërsi, siç ka ndodhur në rastin e Zotit Dokle, mund të ndodhi në çfarëdo lloj arti tjetër. Domethënë, arti nuk është një pasqyrë reale, një fotografi e realitetit. Është një realitet i parë në mënyrë të trilluar brenda me fantazinë e autorit. Ndoshta këtu qëndron afia e hollë që i ndan, që tha edhe profesori pak më parë. Nëse ky është arti, domethënë, me këtë që thash, edhe këto janë vlerat e artit, nuk mendoj se kjo mund përkufizohet në këtë drejtim. Patjetër që ka vepra që mund të jenë fiction, mund të jenë surreale, mund të jenë fantastiko-shkencore, patjetër që këto janë pjesë e artit dhe arti është i lirë të interpretojë gjërat ashtu siç ajo e percepton ose si mendon që mund t'i perceptojë ajo. Nga krahu tjetër, edhe vetë në vepër, aty ka një përzierje, dhe unë s'do të futem në analizën e veprës, sepse nuk jam as personi i duhur ndoshta, por e them edhe pak nga këndvështrimi. Jo, mënyrën se si e ka perceptuar, po themi kisha ortodokse. Këndvështrimi fetar, aty janë përzierje personazhe real, pavarësisht se mund të thënë me emra amorf, që është fjala për Onufrin, se bëhet fjalë për një piktor, një agiograf, në të njëjtën periudhë kur ka jetuar ai, bëhet fjalë për vepra të cilat janë pikturuar nga ai, e kuqja e purpurt e tij. Do të thotë këtu nuk bëhet fjalë për gjëra fantastike, njerëz që janë irreal. Aty bëhet fjalë për persona konkret, për ngjarje konkrete, bëhet fjalë për Beratin, bëhet fjalë për ikona të shërmërisë. Nuk bëhet fjalë për një ikonë e papërshkruar mirë ose për një figurë që s'ka jetuar ndonjëherë. Bëhet fjalë për gjëra konkrete. Dhe gjësa bëhet fjalë për gjëra konkrete, dhe bëhet fjalë për ambient kishtar, edhe për personazhe kishtar, edhe për terminologji, edhe për figura kishtar, element kishtar, të cilët dikush i merr dhe me këto i përçudnon edhe i trajton në mënyrë jo të hijshme, patjetër që ndjenjat e çdo njeriu do të prekeshin. Është sikur unë tani të trilloj një histori, zota personalizoj për ju, po për një person tjetër, e të them që ku di unë, të sajoj një gjëra nga më të ndryshme, dhe fund fare të them po mirë për mua kjo është fiction, nuk është e vërtet, por ndërkohë unë të kam marrë ty si person, familjen tënde, njerëzit e afërm të tu, rrethana ku ti ndodhesh, i kam trajtuar në mënyrë më të çuditshme, dhe aq më tepër ku këtu, duke bërë fjalë për persona konkret, për Onufrin, aty paraqitet Onufri sikur ai ishte një person që s'ka lidhje shumë me kishën, vetëm një artist, në kush fare vërtet. Onufri ka qenë protoprift, edhe ka qenë edhe në ikonat e tij kur ka shkruar shërbëtori Perëndis, i lutet atij priftit, kur të lutesh ngrej duart dhe lutu edhe për mua. Edhe ka qenë vetë prift, ka qenë një person i dedikuar ndaj kishës. Kështu që kthehen dhe tani ajo shfaqet, njerëzit e shikojnë, e një pjesë e mirë e popullit çfarë do mendojnë? Do mendojnë që ky Onufri që nga përsekutuar nga kisha, ndërkohë që ngjarjet që përshkruhen aty s'kan asnjë lloj lidhje, ndoshta në Perëndim mund të ketë pas debate të tilla nëse mund pikturohen ikonat në atë formë ose janë përdorur personazhe reale, por në kontekstin që përshkruhet atje, as në këtë kontribut ajo nuk vlen, nuk jep në një edhe nga këndvështrimi ortodoks, por edhe nga një çik kulturë, një çik histori, nuk mendoj se kjo ofron shumë. Koha do ta tregojë vlerën e kësaj vepre, dhe ai është nëse vlerësuesi më i mirë. Absolutisht, por me që kjo mund të themi që është një histori
e zauruar, edhe fakti që Kisha Ortodokse në vetvete nga pikpamja institucionale nuk ka kërkuar apo nuk ka bërë presion që kjo vepër të hiqet nga teatri dhe jemi brenda atij kuadrit normal të një demokracie, të një shoqërie madje të shëndetshme ku gjithsecili ka të drejtën të reagojë e ta shohë aq më tepër një vepër letrare apo artistike në mënyrën e duhur. Flasim pak për konceptin e blasfemisë. Nëse kjo mund të quhet një blasfemi, çfarë mund të quhet tjetër sot në epokën ku jetojmë, blasfemi? Në art, për shembull, profesor Gjoka, çfarë mund të quhet sot blasfemi? Të them drejtën, jemi në një situatë që blasfemia në kuptimin fetar gjithmonë bardhat dhe shënjimin e një negativiteti. Duke futur në thojza në kuptimin letrar, unë do ta përcaktoja si një term që të thuash atë që nuk duket. E padukshme janë marrëdhëniet në politikë, e padukshme janë marrëdhëniet shoqërore, e padukshme janë marrëdhëniet do të thosha kulturore, e padukshme janë marrëdhëniet krahinore. Është ajo që quhet tek e fundit syri i dytë, ku konkretja mund të jetë shkas, por në fakt në letërsi, në art, konkretja dhe realiteti artistik janë dy gjëra që është mjaft e vështirë për t'i piktakuar. Natyrisht, duke parë letërsinë jo si një realitet që kundërshton, po si një realitet specifik. Specifik në kuptimin e ndjeshmërisë, në kuptimin e emocionit, në kuptimin letërsia e ka pak të rëndësishme situatën, skenën, fjalën, domethënë nuk ka fjalë të ndaluara në letërsi, nuk ka skena të ndaluara, të paragjykuara, por çfarë ndodh? Ashtu si që ndodhë leximi i paragjykues, edhe në këtë rast, unë do të thoja që shpesh rreken të them që letërsia duhet lexuar si tekst. Leximi i letërsisë si biografi, si sociologji, leximi si ideologji, në fakt na ka sjellë ai momenti që duket sikur letërsia nuk bëhet fare. Megjithatë, letërsia në vetvete nuk mund t'ja mohojmë edhe këto vlerat e tjera e këto elementet e tjerë që mund t'i ketë, qoftë si sociologji, Kurse si, unë them... I bartë brënda në vetvete. Ka një problem, nuk kemi të tekstit. Po të merremi me tekstin, shanset janë që të kuptohemi pak më mirë. Pra teksti është shenja që le autori, që letërsia. Dhe mbi tekstin ne edhe mund të gjykojmë, dhe mund të paragjykojmë, dhe mund të themi si të duam. Edhe mund të krijojmë një ide mbi një realitet të një epoke apo të një kohe të caktuar. Unë mendoj që kjo shfaqje, duke menduar se me sa shumë sakrifica vendoset një shfaqje në vendin tonë, me sa vështirësi përballet arti, mua më vjen shumë keq që kjo shfaqje mori një rrugë të tillë, por nga ana tjetër do dëshiroja të thoja që duhet të kishin vepruar mekanizmat të tjerë në këtë rast, kritika letrare në këtë rast. Analistët duhet të ishin marrë, analistët letrarë flas, duhet të ishin marrë gjërësisht me këtë pjesë përpara se ta vendosin në skenë, sepse unë mendoj që arti, një ndër vlerat më të bukura që ka, është ajo e përcjelljes së elementeve edukues, të mprehjes së shijeve artistike dhe përcjelljes së vlerave njerëzore, ndër të cilat edhe ato të lirisë besimit fetar. Por unë mendoj që debati në këtë rast do duhet të shihej si një debat pak më i gjerë në kuptimin e këtij shekulli në të cilin e gjendemi, i cili ndryshe quhet dhe si shekulli i të drejtave të njeriut. Edhe flasim gjithmonë ndela për realitetin shqiptar, për të kuptuar se çfarë mund quhet sot në realitetin shqiptar blasfemi. Çfarë do të ishte realisht blasfemi? Jo vetëm një blasfemi me gjithë konotacionin fetar që ka apo që e përdor Kisha, po edhe një blasfemi për nuk e di, për çështje të tjera, për dalje nga rreshti, për gjëra që mund shkaktonin reagime realisht shumë të mëdha. Sigurisht, ka disa provokime të cilat mund të rreshtohen në këtë konotacionin e blasfemisë, por unë do të dëshiroja të shikoja që në stadin aktual në cilën gjendet shoqëria shqiptare, ne gjendemi në pozitat thuajse të gjithë si shoqëri, në pozitat e liberalëve, në kuptimin që jemi shumë më tepër për mbrojtjen e të drejtave tona, jemi shumë më tepër për përgjegjshmërinë dhe kërkesën e përgjegjësisë së lartë ndaj të drejtave në të cilat na takojnë. Kështu që në këtë mënyrë unë do të thoja, në çdo rast që bëhet fjalë për një shkelje të drejtë, në atë rast ne mund të mendojmë që jemi duke folur për një blasfemi.
Kjo ndodh në të gjitha fushat dhe në ata njerëz, veçanërisht në ata njerëz të cilët në një rast të tillë kanë bërë një kompromis me artin, që është e pamundur të tolerohet. Pra, e kanë pranuar atë vepër duke marrë të mirëqenia sigurisht këto që zotria përcolli dhe kolegët përcollën. Pra, e kanë vënë në skenë dhe kanë përcjell përpara një publiku një mendësi artistike të atill, e cila ka prekur dhe ka lënduar besimin fetar të atyre, por i vetmi që ka reaguar ka qenë institucioni i kishës. Patjetër, profesor, do bëja një koment. Sigurisht dhe besimtarë. Jo, dhe dua në fakt që thjesht do bëja një koment. Drama shkruhet, lexohet. Kur vihet në teatr është problem tjetër. Pra, është vënë në teatr dhe tani ne po reagojmë për këtë arsye. Do me thënë, është fillimisht një vepër letrare, e më pas është një vepër teatrale. Është miratuar, është vënë, etj, pra ne jemi në pas. Dhe unë kam lexuar tekstin. Teksti është tjetër gjë, vetë shfaqja është krejt tjetër gjë. Unë nuk e kam parë shfaqjen dhe nuk jap asnjë mendim sepse nuk e kam parë. E kuptoj. Peshkop Mirdani, çfarë quhet blasfemi në terma kishtar, në terma fetar? Po. Duket sikur kemi filluar ta përdorim vend e pa vend fjalën blasfemi. Po. Nuk dëgjohet më kjo fjalë, edhe në kishë zakonisht. Është hequr që nga jo se është hequr, po ndoshta shpeshherë kemi sinonime të tjera, e shprehim në forma të ndryshme, ndonjëherë ka konotacione të tjera dhe keq kuptohemi. Fjala blasfemi vjen nga greqishtja, domethënë hap nam të keq ose shaj dikë e përgojoi keqazi, edhe shpeshherë pa të drejtë. Hap një nam të keq për. Në konotacionin kishtar, edhe siç është edhe në fetar përgjithsisht, do të thotë kur shahet emri i Zotit ose gjëra të shenjta dhe hynore. Kjo nënkupton blasfemi. Dhe në historinë e fesë, duke filluar që nga patjetër që nga fetë e vjetra, por po themi nga dhjata e vjetër në koha e judenjve, kishte edhe ligje madje të cilët dënoheshin ata persona të cilët blasfemonin, domethënë shanin emrin e Zotit ose gjërat e shenjta. Në dhjatën e re nuk ka më të tilla shprehje, ligje të tilla, madje kemi një ligj tjetër, i cili është ai i dashurisë, i mirëkuptimit. Krishti thotë lutuni për ata që ju shajnë. Kështu që ne nuk e shikojmë ata si njerëz që duhen dënuar, persekutuar ose duhen ekzekutuar me format e inkuzicionit. Ne shprehemi, kjo duhet kuptohet edhe nga teleshikuesit, edhe nga ata që shpeshherë morën nxitimin për të shkruar, shpeshherë t'jepet përshtypje sikur ç'pun ka kisha që flet me artin, edhe pse kisha duhet shpreh. Pse duhet shprehet kisha? Ndërkohë që ne po flasim për drejtat e njerëzit, i themi që dikujt që ky ka të drejtë të blasfemojë, po themi të shaj, e ndërkohë ky që blasfemohet, shahet, ofendohet, ky s'pas ka drejtë as të reagojë, domethënë. Kjo duhet kuptuar. Kisha patjetër që ka të drejtën dhe ne do ta ngrem zërin sa herë që mendojmë që preken ndjenjat, normat dhe vlerat e besimit. Pastaj, siç është në rastin e teatrit, nëse ata vetë e shikojnë dhe kanë një grup i cili diskuton këto gjëra dhe mendon që shfaqja duhet vazhdojë ose jo, është një çështje që i përket atyre. Vetëm teatrit edhe kisha, domethënë sigurisht që nuk ka pjesë. Ka shkaktuar një reagim i kishës, sepse deri diku edhe nuk kemi mësuar me këto reagime të këtilla. Dhe gjithmonë kemi dashur të jemi të qetë me harmoninë tonë fetare, por është shumë e shëndetshme për një shoqëri që të diskutojë mbi shqetësimet e veta, të cilat në këtë rast lidhen me këtë blasfemin, të cilën e ndeshim jo vetëm në rastet e një shfaqjeje të këtill, por edhe në përditshmërinë tonë, ku sa raste kemi të individëve të cilët unë i përmenda, më herët bëjnë kompromis me profesionin veçanërisht, me disa parime të patjetërsueshme, domethënë vetëm e vetëm për të përfituar, nisur nga interesat të vogla të momentit. Edhe këto janë ndonjëherë të pashmangshme në pothuajse në të gjitha shoqëritë, aq më tepër edhe në shoqërinë shqiptare me gjithë problemet edhe tranzicionin që ka. Po besoj profesor Gjoka, jo vetëm në art, por në përgjithësi në realitetin e një vendi të një shoqërie, të blasfemosh pavarësisht se mund të shkaktosh reagime, besoj është shenjë lirie edhe tregon, po themi, nivelin e të drejtës së fjalës, por sigurisht, duke pasur parasysh atë fijen e hollë që mund ta kalojë edhe në tepri. Është një situatë gjithsesi komplekse, po është një lloj si të thuash ujë që është i ndenjur dhe ujë që lëviz. Në këtë rast, ujë i ndenjur nuk e di kujt i hyn punë,
Ndërsa një ujë që lviz, në të lvizën e vetë, ato do të thosha ndalesat e tjerë, ka gjasa, ka mundësi të në kryoj shansin për të kuptuar se deri ku vajtëm, edhe pse jo për të parë dhe të nesërmen, për të parë perspektiven. Dhe në një kuptim, ne në fakt ka një problem që ne do të avuajmë për ca kohë. Ne vim nga një shoqëri shumë e mbyllur, dhe tani jemi në një shoqëri shumë të hapur. Në një shoqëri kur të shkoje të ishe pjesë e një besimi fetar ishte blasfemi në vetvete? Do të thosha nga ato situata që do të duhet shumë kohë për të kuptuar se çfarë jemi. Sepse brezi im të zeme kishte të ndaluar të besonte, e kishte absolutisht të ndaluar me ligj, e ka kryuar situatën ligji që të besosh, por vetë aktet janë një problem tjetër. Pra, shoqëria shqiptare e ka dhe këtë traum, gjendet në situatën e një dëshire për të vajtë të besimi dhe e një pamundësi që ka pat dikur, e një shansi që është tani. Madje unë të merrohem nga një fakt kur dëgjoj që thotë unë jam ateist. Kjo është shumë fatale. Është fatale pse? Të mendosh, ndryshe nuk do të thotë se ti ke të drejtën të vësh në dyshim vlerën e tjetrit. Në këtë kuptim, vlera më unike, më universale, është vlera e besimit. Është besimi që na krijon shansin për të ecur dhe në aspektet e tjera. Besimi, po besimi ku? Besimi do thosha padyshim është krijuesi. Është krijuesi që na krijon shanset për shumë çka tjetër. Por i gjithë ky rrugtim, në cilën ne gjendemi, na krijon do të dalin shpesh situata. Ne për shembull mund të justifikojmë. Për shembull është një prift të generali i ushtrisë vdekur i KDR-s. Ujtori është blasfemi. Po ka ndodhur në atë kohë. Është e vërtet. Ka ndodhur në atë kohë. Problemi është që ne na bën përshtypje. Në atë kohë ishte politikisht korrekt. Po, ishte korrekt. Pra, fjala korrekt dhe jo korrekt është përsëri jo e gjetur në kuptimin që shpjegojmë këtë kompleksitet. Sepse në fakt ka sensibilitet. Të dyja anët, të dyja palët dhe të gjitha palët janë në ndjeshmëri maksimale. E drejta gjithmonë është ajo që duhet kërkuar. Dhe që ta kërkosh mjetet e komunikimit, mjetet e dialogut, mjetet e bisedimit, unë them drejtën vazhdoj ta lexoj letërsinë si tekst. Vazhdoj ta shoh letërsinë vetëm si tekst. Dhe duke parë si të tillë çdo tentativë për të shtuar moralitetin, unë do të thoja më jep shansin që unë ta shijoj si tekstin. E kuptoj. Shiko, ne gjithmonë kemi reklamuar faktin që jemi një shoqëri ku kemi një tolerancë maksimale fetare, por nuk e di, domethënë, sa realisht e vërtet është kjo, edhe përtej asaj që shohim o përtej asaj që reklamojmë. Prandaj duhet pyes Peshkop Merdanin, a blasfemohet shpesh në Shqipëri? A ka shpesh ndjeshmëri apo reagime të cilat tërheqin vëmendjen e kishës për raste të tilla apo të ngjashme që në syrin ton apo në syrin e njerëzve të tjerë të cilët nuk mund të jenë shumë besimtar, mund të kalojnë pa u vënë re? Do thosha që në shoqërinë shqiptare edhe ne jemi një popull multifetar, nuk përbëjmë vetëm nga një besim i caktuar, jemi të ndjeshëm për dallimet që kemi midis njëri tjetrit, por gjithashtu jemi ndërgjegjshëm edhe që jo të gjithë janë besimtarë, edhe jo të gjithë shikojnë gjërat në kuadrin e besimit. Në këtë këndvështrim. Në këtë aspekt, edhe ne jemi të kujdesshëm, edhe në deklaratat tona, edhe në qëndrimet tona, madje edhe në predikimet tona, që do të thotë ne qëndrojmë besnik bindjeve, doktrinave tona, po ndërkohë jemi të ndërgjegjshëm për realitetin ku jemi, gjithashtu jemi ndërgjegjshëm edhe për besimet e tjera dhe për respektin që meritojnë të tjerët, ashtu siç kërkojmë edhe të tjerët na respektojnë neve për besimin tonë. Kemi këtë vlerë të harmonisë fetare në Shqipëri, e cila nuk është diçka e dhënë. Është kaq sublime sa që reklamojmë? Dhe nuk është kaq e dhënë kjo që kështu ka qenë dhe kështu do vazhdojë. Nuk duhet të abuzojmë me këtë. As duhet ta promovojmë më tepër se duhet. Po duhet të jemi shumë kujdesshëm për këtë. Gjërat janë shumë të ndjeshme. Këtu nuk duhet as të krijoj frikra të tepërta, por duhet të kemi sensibilitetin e duhur për çështjen. Dhe rasti i tillë tregon që goditet një komunitet, komuniteti ortodoks. Ndoshta është vështirë për ta bërë me dikë tjetër, por këtu ndoshta mund duket si më lehtë. Janë më tolerant ortodoksë? Nga krahu tjetër, nuk është i vetmi sulm që bëhet ndaj kishës ortodokse. Ka një periudhë të gjatë, të cilën në mënyra të ndryshme, nëpër disa televizione, madje
blasfemia e diku është. Vjen një person, si kur të vijë unë sot, edhe vesh një robe, paraqitem si prift, edhe ndërkohë paraqitem si kur jap mendimin e kishës ortodokse, ndërkohë ai është tamam blasfemus, ai është tamam një lloj kukulle, i cili intereson ndoshta dikujt, por ai nuk mund profesoj kishën ortodokse. Dhe kështu paraqitet Nikola Marku, për shembull, si i japin mikrofon, i japin ekran, edhe profesion kishën ortodokse. Ky nuk është përfaqësuesi i kishës ortodokse. Nuk mund të vizë njeriu të thotë që unë jam kryetari i Akademisë së Shkencave. Është pjesë e institucionit? Nuk është pjesë e institucionit, nuk njihet nga asnjë kishë ortodokse, nga asnjë institucion. Pjesë e besimit absolutisht mund të jetë, ndoshta në pikpamjen institucionale. Po nuk është pjesë e institucionit, nuk e njihet nga asnjë kishë, jo vetëm e krishterë, jo ortodokse, pas janë kishë e krishterë në botë. Është një person që vetë deklarohet si është një besimtar ortodoks. Është një deklarohet si klerik, është e keqja. Deklarohet si klerik. Edhe del si klerik dhe ndërkohë jepet shumë hapësirë. Dhe ky flet vazhdimisht kundër kishës ortodokse institucionit. Dhe patjetër kjo është një çështje që kërkon edhe kjo një blasfemi. Patjetër që është blasfemi. Në kuptimin prishin rregullat, normat. Është sikur si thash, të dalë dikush të thotë që unë jam kryetari i Akademisë së Shkencave ose unë jam rektori i universitetit dhe ndërkohë ta marrësh intervistë atë, ta marrësh seriozisht atë, aq më tepër ta manipulosh situatën duke prezantuar këtë si person të besueshëm, sepse ai mund të fshihet prapa një manteli ose prapa një slogani, nacionalizmi ose ku diun patriotizmi, gjëra që nuk shkojnë. Këto janë pak a shumë blasfemit për ortodokse në realitetin shqiptar. Edhe kjo është një pikë shumë tjetër e ndjeshme. Dhe në një farë mënyrë bëjthirje këtu, për ta që na dëgjojnë, na shikojnë, që duhet të shmangen manipulimit të këtyre personave ose promovimit të këtyre personave që nuk prezantojnë realisht institucionet dhe vlerat e vërteta, vetëm nxisin konflikte. Ja kuptoj. Do të thoja që në fakt është një mesazh që na vjen nga shekulli 19, feja shqiptare dhe shqiptaria. Natyrisht është jo fetare, por ishte një situatë në cilën ne gjendeshim atëherë dhe me sa duket ajo funksionoi për disa kohë, por mendoj që ajo ka vlerën e vet, sepse përndryshe harmonia si do të ishte. Si do të ishte harmonia pa këtë element. Një atmosferë e tillë dhe një sepse besimtari i ndryshëm bashkohet në një pikë. Dhe në fakt unë nga ky teksti unë shoh një element që ne nuk kemi pse të ikim. Aty ka një tentativë për të thënë që kemi një besim, do të thosha fetar, ortodoks, adetar. Dhe kjo ndjehet, është një mesazh që na vjen. A është i drejtë ky mesazh, a nuk është ky problem tjetër? Ka një situatë që na e lidh edhe me Konstantinin, edhe me Ringjall, është blasfemi absolutisht. Por lidhja e tij është për të sjellë në atmosferë tek e fundit ndoshta një problematik që do të duhet, sepse unë mendoj që besimi fetar është kot. Kur vjen puna besimi fetar, musliman ne themi duhet të jetë shqiptar. Nuk e di, është një debat i cili unë nuk jam shumë i aftë në te, po me sa kam vënë re. Dhe në këtë kuptim, ndoshta, edhe këto, do thosha, mendimet, jo shumë të artikuluara, ndihen dhe herë nxjerrin kokë. Dhe nxjerrin kokë, ndoshta edhe ai prifti i Elbasanit, Marku, nxjerrin kokë edhe në momente të tjera. Pra, ka një situatë që besimtarët ortodoks ende, do thosha, nuk po e shprehin. Do thotë, përfaqësimi është absolut, nuk kam të drejtë, është e drejtë e institucionit. Është një lloj presioni, një lloj realiteti që ndodh brenda besimtarëve ortodoks. Unë ndjej një situatë që dikush kërkon thotë, unë jam më dëtar etj. Ky është një problem që ne në fakt do duhet t'i qasemi tek e fundit në shkuptim që të ruajmë atë që është shumë e vlerët, harmoninë fetare, harmoninë ndërshqiptare. Qësëm Leon Jonidati, ajo që ju thatë dhe e shoh që e lini të kuptohet për herë shqetësimin tuaj lidhur me sa besimtar jemi ne në qëndrimet tona, këtë donit apo jo. Në kuptimin që ky realiteti realisht kemi këtë harmoninë perfekte fetare. Tani unë shoh shoqërinë shqiptare në këtë stad ku ende kemi nevojë të konsolidohemi si shoqëri në qëndrimet që ne mbajmë. Kur unë fola për lirit dhe të drejtat e njeriut, sigurisht faktin e kisha dhe të liria e besimit fetar, po liria e besimit fetar, për të gjithë ata që e kuptojnë të koncept, do të thotë, është liria si për të besuar, për të shprehur
dhe të atashohesh pra në një besim fetar caktuar, ashtu edhe liria e të mos besuarit dhe të mos shprehurit të bindjeve të tua përmes në një atashimi grupi fetar ose një sekti fetar e tjera. I një komuniteti fetar ose një grupi fetar, është e papranueshme, perceptuar, po themi, kjo është rësisht e papranueshme, sepse në këtë denigrim, përveç këtij aspekti të blasfemis, bashkangjiten edhe të tjera cilësi, si që janë këto të denigrimit që ju thatë, të tjetërsimit të figurës të tjetrit, të përçudnimit të vlerave të tjetrit, dhe këto në shoqërinë shqiptare në këtë fazë të kësaj situate kaotike në cilën e ende gjendemi, këto nuk mungojnë. Por e rëndësishme është që duke folur, duke u shprehur në kuadrin e të drejtës tonë për të shprehur, si qenie njerëzore, pra brenda të drejtës sonë, si një ndër vlerat e të drejtave të njeriut që i takojnë kësaj periudhe, ne kemi të drejtën pra të mbajmë qëndrimet tona, të shprehim shqetësimet tona, të besojmë ose jo, por gjithmonë pa denigruar tjetrin, pa prishur punë tjetrit dhe pa... Pyetja e fundit, sepse jemi për fatkeq në fund, do doja që të kishim mundësi ta diskutoni më shumë këtë temë, sepse sigurisht që është një temë që nuk është se diskutohet shpesh, por ja kam lënë Peshkop Merdanit. Është blasfemi që një klerik i kishës ortodokse të shkojë në teatr e ta shohë një shfaqje të tillë, qoftë edhe për ta parë nga afër, për të kuptuar se çfarë ndodh në këtë shfaqje? Jo, nuk është blasfemi. Shpeshherë ka të bëjë motivi, nuk ka të bëjë çfarë bën fizikisht. Kështu që nëse është pyetja shkurt, jo, nuk është blasfemi. Motivi, po them. Nëse dikush shkon atje dhe kënaqet me blasfemitë që janë atje, patjetër që është blasfemi. Po si e vërtetojmë kënaqet apo nuk kënaqet? Po jo, e varet nga ndërgjegjja e tij. E kuptoj. Domethënë mbetet gjithmonë një blasfemi që konsumohet brenda. Nëse ai e shijon atë, do të thotë që është si puna e mollës ndaluar. E mendon ashtu, është tamam. Ka mohuar vetveten, do të thotë. Ka mohuar vetveten. Do të thotë që është në vendin e papërshtatshëm vet. Do të heqë rrobën e ta shijojë shfaqjen. Depozita të tjera. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij diskutimi. Sigurisht do doja shumë që të kishim mundësi të diskutonim edhe herë tjetër tema të tilla, prandaj jeni mirëpritur Peshkop Merdani, me që ishte hera e parë që ishit në natën vonë, Entela Binjaku, sociologe, e cila sigurisht ka qenë edhe herë tjetër në natën vonë, edhe profesor Behar Gjoka, studiues letërsie, të cilin me siguri do ta kemi edhe herë tjetër për diskutuar absolutisht për shumë gjëra që ka për diskutuar sot për letërsinë. Për sot, nderuar teleshikues, ne kemi përfunduar këtu. Vazhdoni të qëndroni me programet e Ora News në vijim dhe nesër do të ritakohemi sërish bashkë në orën 23 me natën vonë si zakonisht.